Stacioni i radhës i takimeve të kryeministrit Edi Rama ishte njësia 12 në kryeqytet, nga ku foli sërish rreth integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sipas kreut të qeverisë, vendet e Unionit e duan Shqipërinë në familjen evropiane. Janë bashkuar yjet e fatit, sepse për arsye që nuk lidhen vetëm me sa mirë kemi punu ne, por lidhen dhe me si po shkon bota, Bashkimi Evropian do që të na marri brenda vetes. Ne na duhet të bëjmë maksimumin që dera e hapur të mbyllet vetëm pasi ne të kemi hyrë brenda. Mbyllja e negociatave me Bashkimin Evropian do të thonë të mbyllësh hesabet me katën e parë. Por ajo që është ndryshe sot është që të gjitha vendet në katë dytë thonë duam ta marrim Shqipërinë në BE. Rama zgjodhi që t'ju përgjigjej edhe akuzave të opozitës për rritjen e korrupsionit në vend gjatë 13 viteve të qeverisjes socialiste. Unë refuzoj me neveri këtë narrativ që nuk din ton asgjë tjetër, s'din bëj asgjë tjetër, po vjedhje, korrupsion, po t'ishte kështu, dhe t'ishin të vërteta këto, nuk do ndodhnin ndryshime të mëdha që kanë ndodhur në të gjitha drejtimet. Nga strukturat e Partisë Socialiste që drejton, Rama kërkoi më shumë organizim në terren për zgjedhjet vendore të 2027-s.